Aris Angels, një podcast nga Ari me Tani. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin Aris Angels. Tani më ju e dini se podcasti Aris Angels i përket vetëm fëmijëve të Ari me Tani Dance Company. Do ju kërkojmë shumë ndjes për zërin, por sapo kemi mbaruar festat e nëntorit dhe ky është fati jon. Pa humbur kohë do ju prezantoj me ëngjëjt e ftuar për sot. Përshëndetje, si quhesh? Ohana Kaplani. Po ti? Reina Shahinaj. Po ti? Ajde Qipi. Po ti? Brajla Hoxha. Tani juve jeni ato yjet e Arit. Po. Si që keni vënë re, neve jemi me ngjyra të kuqe, sepse nëse futet djetori, atëherë futet kush? Me ngjyra të kuqe. Po pra qa futet? Kuqici. Po kuqezin e mbarua, mas kuqezi qa vjen? Vitri. Po vitjeri, pra vitjeri. E keni menduar çfarë dhurate do t'i kërkoni papaqyshit këtë vit? Lodra. Po ti? Edhe dhurata, edhe shumë të bukura. Po ti? 100. Një qenë. Okej, po ti? Një tabel. Një tabel. Okej, goca shpresoj që papaqyshit t'ju sjellë dhurata që ju kërkoni. Mirë. Pa humbur kohë, do nisim nga quizet. Jeni gati për të bërë disa quize? Po! Unë do ju pyes dhe ju do më jepni përgjigjen. Jeni gati? Po! Okej, më tregoni pak. Dua që të më flisni me radhë. Do ta nisim nga Ohana. Ohana, po të ishe një lloj byreku, çfarë byreku do ishe ti? Bret me qumë. Me qumë është pse? E han shumë, okej. Reina? Brek me gjizë. Me gjizë, po ti pse? Sepse unë e du shumë edhe vetëm atë. Okej. Ajda? Unë e haj shumë e vuti se më pëlqen aj shumë. Okej. Prajla? Qa byreku do ishe ti? Byrekët dhe boshja me mish. Me mish? Pëlqen me mish? Pa. Okej, në rregull. Pyetja radhës. Në qoftë se çanta juaj e shkollës do fliste, çfarë mund të thoshte çanta për ju? Nuk duhet të fliste, se është çantë shkolli. Shkolla edhe po fliti, është kot fare. Mendoj që Ajda i vuri vulën apo jo? Pa. Okej, në rregull. Goca, e keni mendjen këtu? Pa. Jeni gati për pyetjen e radhës? Pa. Nëse mësuesja juaj do të ishte një kafshë, çfarë kafshë mund të ishte? Mund të ishte... Okej. Mund të ishte mësuesja jo, mund të ishte lop. Lop? Pa. Okej. Bën mirë që mësuesja mos a shikoj këtë podcastin sot. Ohana? Majmun. Majmun thot. Po. Po ti? Gjel. Do ishte një gjel mësuesja. Goca, besoj e dini që të shkonin në shkollë të hënën apo jo? Goca, më thoni pak. Sa herë në ditë mendoni juve për ushqimin? Unë mendoj 100 100 herë? Pse të hahet shumë? Babar se sa kam po barku, sa e di. Unë mendoj... Një sekond ta pyes pak. Si kush e kishe për barkun? Si e di. Kush është e di? Babime. Babi jot? Se si e ka barkun babi jot? Na. E ka? Po në... Një vep të barku. Okej. Po Ajda? Unë mendoj 11 herë. 11 herë mendon për ushqimin. Okej. Reina? 1000. 1000 herë? Edhe ti han kaq shumë? Të pëlqen ushqimi? Okej. 2000. 2000. Ore, ju jeni balerina apo jeni lup? Se ç'a jeni ju? Balerina. Balerina pra. Jemi gati për diçka tjetër. Pa! Kam nevojë që secila nga juve të shohë atje tek kamera dhe të thoni emrin tuaj me 3 emocione: të lumtur, të mërzitur dhe duke qartë. Brajla. E mërzitur tani? Brajla. Duke qartë tani? Brajla. Bravo. Gati Ajda? Lumtur? Ajda. E mërzitur? Ajda. Duke qartë? Ue. I për prajlës. Reina, gati, shiko të kamera? Reina. Bravo. Ohana? Ohana.
Bravo, më duar trokitja më pëlqeu shumë kjo sfida. Okej. Okej. Të bëj një pyetje për ty unë. Do më bësh ti mua një pyetje? Po. Jepi. Argentën ishte shumë e mirë. E ka bërë baletën shumë në rregull. Baleti është në rregull. Po, baleti është në rregull, s'ke çfarë ta rregullosh. Ja gjithë murat i ke mirë, dritat i ke mirë, dritaret i ke mirë, perdet i ke mirë, nga sala tjetër ke gjitha mirë. Ballas. Është çdo gjë okay? Po çdo gjë okay. Shumë faleminderit. Zyra shumë bukur. Është dhe zyra shumë. Po. Edhe na i herë ti na bën edhe për qesh. Për qesh na vërtet. Që na bën kro. E po prana i ka egzëria Arit. Se na vërtet shumë. Jo na vërtet shumë, po te festa ka përtitur aq shumë sa. Jo, prit. Ka unë që vero shumë. Po mirë, unë ku bërtas do me thënë e kam për keq apo? Jo, e ke për të mirë. Se ashtu ne bëjmë gabime, nuk kemi çfarë të bëjmë për keq. Se Ari mërzitet shumë, pastaj dhe ikën zëri. Ikën zëri. Edhe bana tha që po erdhi Ari më do ikë zëri dhe ikë te spitali. Oh, ja. Si do bëjmë? Do mbajmë qetësi. Se po iku te spitali do bëj sorum. Nga zëri. Lak shof vimall. E lejmë do të vetëm bana? Lek qofi ma. Duhet vi dhe Ari, po jo të bëjmë në zhurmë, duhet të lak qofi ma. Tani, me që folëm për banën, më tregoni çik tani. Më thuaj 3 gjëra për banën. Prajla. Po, mbaj mikrofonin afër. Banane në mbajnë gjithmonë qetësi, na jep stikera edhe na bën për ujë, edhe për cicin. Okej. Ajda, i ka mikrofonin? Banana bën shumë për të qeshur, edhe ajo rri shumë urtë me ne, po ne nuk duhet të bëjmë zhurmë. Okej. Reina? Neve gëzohemi me banën, e bana gëzohemi me neve, na i herë bëjmë zhurmë, e bana na vërtet po smur bana vjen vetëm ti. Okej. Mirë, mund të themi 3 gjëra për teta Lizën? Po. Jepi. Teta Liza, edhe na nxjerr për ujë, na jep stikera, edhe pastaj për çiçën kur hikem, për vim, edhe pastaj na përshafon Ari dhe Liza dhe bana. Okej. Ajda? Liza shumë e mirë, edhe ajo rri shumë urtë me ne, kur shkojmë ne në banjo, ajo na heq tutat neve. Okej. Reina? Neve na e kemi dashuri, banën e kemi dashuri, Arin e kemi dashuri, edhe teta Lizën e kemi dashuri. Ohana? Ne dua shumë teta Lizën. Okej. Mirë, në rregull. I themi faleminderit zysh banës dhe teta Lizës. Faleminderit banës. Ju duam shumë. Bravo. Prajla, kë do zgjidhje ti? 1. Të hasha kullore çdo ditë. 2. Të mos bësh kurrë detyra. Dhe 3. Të fluturosh. Kë do zgjidhesh nga këto të treja? Të fluturoj. Pse do zgjidhje të fluturosh? Sepse mua babi dhe mami më bërta se pranaj fluturoj. Du të pjell zëg. Çfarë do të bësh? Do pjell zëg. Po dritesh, edhe po dritesh pjellon një. Tamam si gotë ose çu. Që thu. Lopsa. Këtë zgjidhje nga këto të treja? Të hasha kullore, të mos bësh detyra apo të fluturosh? Mos bëj detyra. Po pse? Se dua. Si ke qefar? Jo se s'dua qefare. Jo se s'dua të rri për qefin tim. Të shikoj telefon dhe taj buk. Kaq. Okej. Reina, të hasha kullore çdo ditë, të mos bësh kurrë detyra apo të fluturosh? Fluturoj. Po pse?
Sepse do t'jem kështu. Do t'jem una dallodysh. Do t'jesh ndallëndyshe? Okej. Ohana? Po përse? Do bëjmë si zot. Okej. Nëse do ishit një kafsh, do ishit një luan, do ishit peshk, apo pul? Këtë zgjedhësh ti, Ajda? Ajda, po fal, Prajda. Unë do zgjedhësha që ta bëshja si të pa dashë të bëshja një emër Ari. Pse unë jam kafsh? Apo një do të bësh ti një ari? Njëri dhe unë do të bëjmë se ty. Do të bëj? Më njofi babi mua. Po se babit ka xhan shumë. Ose babi jot rref ato që janë të këqija, po jo, çfarë punë bë babi jot? Çka kap babi? Mbaj mikrofonin afër. Krinela, se më tha mami. Çka kap? Krinela. I kap krinela të gjithë. Baba. Babi faleminderit që i kap krinelat. Apo jo? Pa, se punë po babi ka krinela pra. Kap krinela për babi? Baba. Po për babi, faleminderit të babit për krinelat. Okej. Krinelat. Krinela pa. Yes. Ti se kishim pyetjen ke qa kafshë do ishe, po dolëm te krinelat. Unë do isha një pull. Se? E kisha qef. Ti kishe qef? Do bëja rehati tim, po t'isha pull. Okej. Ose gjell. Okej. Ti luan, peshk apo pull? Pesh. Se? Se du t'jem e voçkën. E voçkël fare. Okej, Ohana? Pesh. Pse? Që tri më e voçkën. Më voçkën farë. Më e vogël se kjo, se ky peshku këto. Okej, në rregull. Goca, këtë zgjidhni ju. Të ishit të padukshme, të fluturonit, apo të ndalonit kohën? Të ndalohim kohën. Pse? Po pse ajo kohën e nafto. Jemi me mënë shkurtra. Mami Renës edhe Johanës se kanë vesh me mëngë gjatë. Dorina dhe Eva në kanë vesh me mëngë të shkurtra. Po Ne shketat kemi ftot. Po pse mendon ti që ka ndodhur kjo? Kanë harru fare ato? Papa. Gjupa ka marrë unë ba mirë. Si? Gjupa ka marrë. I keni me vete? Baba. Ke ftohtë Ajda? Unë dua të fluturoj po të vishe me gjata. Okej. Thuj mamit gjatat herën tjetër? Me gjata herën tjetër. Okej? Mos shoh me më të shkurtra. Bravo. Okej. Dekën nga shtëpia. Okej. Edhe nuk do të ka më shtëpi ty. Dekën nga shtëpia dyja. Okej. Ti dekësh të fshat. Okej, nisi me Renën. Kë do zgjidhni ti Rena? Të ishe e padukshme, të fluturoje apo të ndaloje kohën? Të fluturoja. Pse? Se unë desha të bëja gjell. Po gjeli nuk fluturon në shpirt. Gjeli e rrim për tokë. Rrim se ka kohë. Edhe të bëj maca. Edhe ecën. Do të bësh një mace? Edhe ecën kështu gjeli. Të pëlqejnë shumë macet? Po. Okej. Ohana? Do daloj gjithë kohës. Do ndaloje kohën? Pse, për çfarë arsye? Vetëm se ke qef. Okej. Në rregull. Goca, kush ditë ju pëlqen më shumë? E hëna, e mërkura, apo e diela? E djela mu pëlqen tri shtëpi, sepse bëj gjitha i gjura. Mu pëlqen e hëna me të djelën, edhe me të mërkur. Edhe Pse të pëlqen e diela, Prajla? Çfarë bën të diela zakonisht? sepse Do flasim me ta. dua të rri në shpirahatin tim, sepse ashtu dua. Kur rri rehat, për shembull, çfarë do të bësh ti kur do të trish rehat? Do të heq nënën nga shtëpia, babin dhe atë mamin. Edhe çfarë të bësh pastaj? Edhe motrën do ta më për shefin tim, do ta fusë barku. Sa motrën? Po motra në futet. Po mirë, kush do ju bëj për të ngrënë juve për të pirë për shembull?
Unë do plakën vetë, do ta bëj vetë, se s'kam që të bëj. Do mësosh vetë ti bësh. Pa. Unë kam mësuar ti bëj për zotin. Çfarë ti të bësh ti? Unë di të bëj vetëm krepa. Ti bësh ti vetë? Pa. Çfarë dite të pëlqen më shumë? E hëna, e mërkura apo e diela? Vetëm e diel. Pse? Nëse unë do të për shefin tjetër. Edhe ti për qefin tënd? Po, do të si burr. Si si rrin burrat? Ring kështu. Ja, ring kështu. Çebe. Burrat ring kështu. Ring kështu. Ashtu rrin, ë? Ja, si rinari, ja. Kështu ring burrat. Ja, si rinari. Na vut si na vut. Qa bën? Porda. O Hana, këtë ditë do zgjidhje ti të hënën, të mërkurën apo të dielën? Pse të dielën? Prian, vetëm gjumë. Vetëm gjumë, 3 shërhat fare. Edhe unë. Okay. Dua që secila nga juve të shohi te kamera dhe të prezantoj hapjen e podcastit Aries Angels. Okej? Je gati Prajla e para? Neve do mbajmë qetësi. Jepi. Përshëndetje. Aries Angels, shumë e dashur për ne edhe në do shumë. Bravo. Me tani Dance Company. Bravo. Faleminderit Prajla. Jepja mikrofonin Aidës. Aries Angels Soul 2 nga Harry me tani Dance Company. Okej, kjo është hyrje që mund t'i bëje podcastit. Sepse Aida nuk e tha kujdeset për ne, po do ta them unë. Aries Angels kujdeset për ne. Tek sam për ty. Okej, Reina, ktheje ta kamera dhe bëj hyrjen e podcastit. Aries Angels neve duam shumë. Aries Angels na do neve. E neve kemi dashuri. Okej, bravo, shumë bukur. Jep Johana, shiko te kamera. Unë dua shumë Aris. E kam dashuri i zemër. Zemra ime. Edhe dritë. Edhe dritë. Pa. Në gjë tjetër, më keni? Edhe shpirt. Edhe shpirt. Edhe sa qelli sa toka. Edhe sa qelli sa toka. Po shafo mua tani. Po, më fal. Po ja bëj ato dy. Po. Ai Johana. Mua. Atënare. Tani, me që jemi në prag festash, do t'i urojmë pak fëmijëve gëzuar festa. 1, 2, 3. Gëzuar festat! Nga fëmijët e Ari me tani Dance Company. Ky ishte podcasti. Aries Angels! Le t'i ftojmë të gjithë fëmijët që të bëjnë pjesë e kompanisë tonë. Hajdeni pra, se këtu bëhet bukur. Sa të bësh ti? Dua t'i një shtëpi. Ju puqim, do ikë Saran. Ikë Saran. Po. Mos jone ju puqim, mos jone që të taj. Pufje, mua, paci. Aries Angels, një podcast nga Ari me tani.